Drejt fundit investimi i operatorit të sistemit të transmetimit, i cili po zbaton një projekt të rëndësishëm investimi në qytetin e Vlorës, që synon përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë dhe sigurisë së furnizimit me energji elektrike në zonë. Projekti parashikon ndërtimin e një linje të re transmetimi nga Babica deri tek zona e petroliferës, një investim strategjik që do të forcojë rrjetin elektrik. Për shkak të punimeve që po kryen në kuadër të këtij investimi, gjatë këtyre ditëve ka patur ndërprerje të përkohshme të energjisë elektrike nga ora 9 deri në orën 13. Pritet që kufizimet të përmbyllen ditën e premte. Ndërkaq, në kuadër të këtij investimi është marrë leje nga Bashkia e Vlorës për prerjen e disa pishave në pyllin e sodës, sipas të cilave kalonte linja e tensionit të lartë. Ka qenë një kërkesë e operatorit të sistemit të transmetimit për të prerë pishat të cilat ishin rrezik për rastet e zjarit. Nga ndërprerjet e energjisë elektrike gjatë këtyre ditëve, si pasojë e këtij investimi, janë përfshirë disa lagje të qytetit dhe fshatra të Vlorës. Në njoftimin zyrtar të publikuar nga OST, thuhet se në kuadër të punimeve të linjës 110 kW-110 39 Babic, Vlora 1, në datat 12-14 nëntor 2025, nga ora 9 deri në orën 13, do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona të rrethit Vlorë: Hidrovori Madh, lagjet Kushtrimi, Lirim, 11 Janari, Burgu, Petrolifera, Teci i Ri, 24 Maj, 28 Nëntori, Hajrot Çakëri, Ambulanca qendrore, Kinoteatër, Prefektur, Gjykata, Qendra Studentore, Prokuroria, 15 Tetori, Partizani, Spitali Rajonal, Policia e Shtetit, Bestrov, Nart, Zvërnec, Çobenjt. Në një njoftim zyrtar, OST dhe OSHE kërkojnë mirëkuptimin e qytetarëve për situatën e përkohshme, duke theksuar se punimet po realizohen në funksion të një rrjeti më modern, më të qëndrueshëm dhe më efikas në furnizimin me energji elektrike për qytetin e Vlorës dhe zonat përreth.